Kisha një pyetje të lutem lexoje. Do ta lexojmë këtë pyetje se kjo pyetje beqarësh. Një habib e ka bërë këtë pyetje dhe me sa duket e paska pas siklet mod. E me të vërtet shqetësimi që ka sjell ky qëndron. Ne duhet të jemi të sinqert dhe duhet të jemi gjërat siç janë. Selamu alaikum hoxh thot. Aleikum selam. Kisha një pyetje, hajde ta lexojmë. Të lutem lexoje, po si jona, ti habibi jon. Një musliman për të martuar makinën çfarë marke duhet ta ketë? Ky është duke bërë kështu, kupton? Është duke bërë indirekt. Një musliman për të martuar çfarë marke duhet ta ketë makinën dhe sa duhet i kushtojë shtëpia, në cilin universitet duhet të jetë i diplomuar dhe çfarë posti duhet të mbajë. Se po mësojmë Kur'an, por nuk kemi të ditur sa duhet, kemi lexuar qerret me libra, kamiona me libra, që ka çuniri dietar ky. Kemi lexuar qerret me libra, por nuk kemi horizontin e duhur, i kemi vënë shpatullat jetës me punë, ndeshmëri dhe devotshmëri, por prap këto nuk mjaftojnë as për të ulur në një takim të parë për të prezantuar. Edukat dhe moral shumë e rëndësishme është si bëhet a ka përgjigje. Sabër vëlla, agjëro. Çfarë më bë? Sprovat për ne janë. Po të ishte ai shkollaj ishte martu të gjithë. Është vërtet që ka dhe për te isha kas pra, është vërtet që ka motra që ja fusin kot në këtë muhabet, shohin shumë dynjan dhe nuk shohin njeriu. Thua ti që jeta do të ngrihet me dynjan e jo me njeriu. Po edhe ka vëllezër njësoj. Nuk është vetëm nga krahu i motrave ky problem, është edhe nga krahu i vëllezërve, edhe ka vëllezër që i shohin këto gjëra. Tani, a duhet të shohin njeriu pak këto gjëra apo hiç? Mund t'i shofi kur ka hapësira dhe mundësi për të zgjedh. Për shembull, është një çun me shtëpi dhe i tjetër pa shtëpi. Dhe është normale që goca shkon zgjedh atë që ka shtëpi. Po kur situata ka shku varraviu mosha, varraviu do të thot 25 e lartë. Varraviu do të thot 25 e lartë. Kur mosha ka shku varraviu, ti tani shefa e ka shtëpinë me qera apo e ka pronë? Ka makinë apo s'ka makinë? Shkolla apo jo shkolla? Thash i heri rastin, sa vjeç je? Ky ishte varraviu, pra 30 e 5 e lartë. Jo po mos të sepse dum, sepse të jetë, edhe me shkollë të lartë mundësisht. Po 35 e lartë, do thotë që të kanë ngel nga jeta për të qenë produktive si femër, si mas shkencës, edhe sa vjetë? Jo më që 15, ku jeti me? Ku je këtu ti? 35 për hatër, 22, 23, hajt 25, ekstremi, edhe 10 vjetë. Është fatkeqësi. Kjo është fatkeqësi. Fatkeqësi, për Zotin e më. Isha me i vlla sot, tha elhamdulillah hoshta i kam plotësu gjitha, i kam bot gjitha. Mirë po tha, tani jam kuptu, e kam kuptu, tha ishte 20, ky ishte varraviu, ky ishte shku 20 e sa ky. Tha hoshta, i kam bot gjitha, tha po, s'kam kriju familjen. Tani tha e kam kuptu, tha, që e kam fut kot. Po tha është 27, mishit pas ka Armenia 27. Se ka ca që shkën 50, e su vjen menja, hala. Kështu që thashe, jenë kohë, ha dhe të bëjmë në i gjoshme dhe shpejt. Hajrë, inshallah, e rëndësishme, nuk duhen pa fort të gjona, po duhet kriju familja sa më shpejt.